Liderët e Bashkimit Evropian kanë uruar Donald Trump për fitoren e zgjedhjeve pak minuta pasi ai doli në skenë në Florida për të shpallur fitoren. Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, ishte ndër liderët e parë të BE-s që përgëzoi Trump, të cilin e përshkroi si ringritjen më të madhe në historinë politike të SBA. E ndjekur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tha në një postim në rrjetin X se SBA dhe BE janë më shumë se aleat. Von der Leyen shprehu angazhimin e BE-s për të bashkëpunuar me presidentin e mundshëm. Kryeministra italiane Giorgia Meloni shprehu përgëzimet e saj më të sinqerta. Meloni tha se Italia dhe Shtetet e Bashkuara janë kombe motra të lidhura nga një aleancë e palëkundur. Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron shkroi në rrjetin X për të përgëzuar Trump. Macron tha se ishte i gatshëm të punonte së bashku me presidentin e zgjedhur të SBA, siç bën gjatë 4 viteve të kaluara. Kancelari gjerman Olaf Scholz në mesazhin e tij përgëzues tha se Gjermania dhe SBA kanë punuar së bashku dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Reagimet e liderëve të BE-s vinë në momentin që zgjedhja e Trump ka ngritur pikpyetje për bashkëpunimin e mundshëm midis Brukselit dhe Washingtonit.